Në Galerinë e Arteve në Ferizaj është hapur ekspozita me 40 punime të artistës Iliriana Luzha. Punime këto të cilat për herë të parë po ekspozohen para dashamirëve të artit. Iliriana thot se ka kohë që ka filluar t'i bëj këto punime, duke theksuar se nuk do të ndalet me kaq. Unë tash po punoj që gati që 2 vite. Mirë po ka dhe tjera që nuk kam ekspozuar, mirë po këto i kom po ma të rësëshme që muj me i marë. Unë fillimisht do me thonë kam dashur që t'i mësoj më shumë ecurit, kam punuar për portrete, në dë pejsazha, natyra qeta dhe fillimisht nuk është që jam bazuar dikon, mirë po kur kom filluar t'a bëj një punim, ati kom mendu që në gjej vetën më shumë edhe kam punuar më shumë dashuri. Puna flet vetë, prandaj nëse unë nuk ndalem dhe punoj edhe më shumë, atëherë besoj që kam e pas një sukses shumë atë mirë. I lumtur për suksesin e Ilirianës, u shpreh edhe babai i saj. Ai tha se talentin e Ilirianës për art e ka vërejtur gjysh në moshën 5 vjeçare. Unë me fillim, kur ka fillu shkollën fillore, më ka thonë gjithmonë që kam marrë artin dhe ka fillu me art, si kjo shkollën e mesme, minerë, pa qef më regjistru në fakultet, po s'pat mundësi më shfatjet, që 2 vite, ta që ka njësë në poshtë që 2 vite, dhe ta që kam rinjë bege shumë në atë aspektin, na kena pas përkrajnë, e falimderej profesorën Arletin e Rezin që i ka përkrajnë shumë, dhe kam rinjë të i tështë. Gjithmonë fillimi do këtë që është pak i fështirë dhe shumë i asë, po gradualisht ka shku të përforcua dhe kam rinjë të i tështë. Ta është kjo s'kot ndalme, ta është të në fund. Mësimdhënësi i artit Alaudin Elezi thot se Ferizaj po jep hapësirë talentëve të rinj dhe po bëhet qendër e artit. Gjitha këto punimit që po i shene, Iliriana ka punu në ateljen time, mendimin time, fol talentit edhe Ilirianës që punon me një përkushtim shumë të madh. Ka arrit mi bot këto punime, janë të punu me në teknikat ndryshme, ka me laps, pastel edhe akrilik. Kryesisht motivet janë portrete, natyra qeta, kafsh, pejsazhe, portretet janë kryesisht familjare, po ka edhe kësi tjera, fol talentit edhe punës, se talenti edhe puna kur bëhen bashkë, ndodh kjo mrekulli që shpeshini, kështu që unë Ilirianës i uroj suksese në të ardhmen, edhe Ferizaj ka fillu më bo një qendër shumë e mirë, sidomos se për fushën e artit figurativ, për piktura, po ma shumë kryesisht për piktura. Udhëheqësi i Galerisë së Arteve në Ferizaj Skënder Bedriu bëri të ditur se kjo është ekspozita e 8 me radhë gjatë këtij viti dhe e dyta në kuadër të manifestimit Ditët e Kulturës. Në këto ditë e kulturës ndejmet në zë jemi parapo vetëm 2 ekspozita të shoqatës dhe sepse mungon edhe hapësira. 2 galerit janë të nëzëna me ekspozita dhe këto do të qëndrojnë e opor një muaj, 2 ekspozitat. Ekspozita Iliriana Luzhës do të qëndrojë hapur për rreth 1 muaj.